Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim të gjithëve dëgjues të Top Radio dhe Live from Tirana. Si çdo ditë tjetër, un jam Ronaldo Sharka dhe në pultin e transmetimit ndodhet Danko DJ për të pasur një tjetër ditë të këndshme me informacione të mira, të ftuara interesant, si dhe muzikën më të mirë që mund të dëgjoni ndonjëherë, siç e dëgjoni në fakt gjithmonë në valët e Top Albania Radio. Është e marr, data shënon 1 prill, jemi futur zyrtarisht në muajin e 4 të vitit 2025 dhe dua t'ju rikujtoj që pak muaj më parë në fund të 2024-s shumica prej jush kanë qenë duke bërë plane dhe lëvizje të realizoni ato plane, se praktikisht i kanë kështu si pa kuptuar 3 muajt e parë të vitit. 1 prill njihet gjithashtu si dita e gënjeshtrave, por ne sot do mundohemi të themi vetëm të vërteta, sepse pjesa e parë e programit është shumë e rëndësishme për kohërat që jetojmë, ku duket se pavarësisht që her pas here mundohemi të shkojmë drejt jetesës së shëndetshme nga ana e produkteve që konsumojmë, duket që gati sot nuk ka më asgjë të saktë dhe nuk ka ndoshta asgjë të pa ndërhyrë. Thon kjo është gati e pamundur që të marrim ushqim të mirë për shkak të shumë elementeve dhe shumë faktorëve. Për të diskutuar me këtë do të jemi me drejtorin e qendrës së ankesave për mbrojtjen e konsumatorit shqiptar, zoti Hasan Stafa. Mirë se vjen në Live from Tirana. Përshëndetje, mirë se u gjej. Ju përshëndes juve Top Albania Radio, si dhe gjithë shikuesit në Televat Shqipoqe, sepse është një radio e cila ndiqet me pasion dhe është mundësia për të ndjekur kudo që ti jesh. Falenderoj shumë. Sot duhet ndërhyj aty, sot ditë e gënjeshtërave, unë do ta quaj thjesht do të uroja gjithë politikanët që nuk kanë realizuar ato që kanë premtuar, edhe ato që premtojnë për ditë nuk i realizojnë. Dorsa konsumatorët shqiptar, populli, njerëzit, struktura, njerëz që punojnë do të urojnë një ditë këndshme të mbar, edhe muaj prill në fjalë sa më të shëndetshëm. Uroj me shpirt që të jetë një muaj i mbar. Zoti Hasan, çfarë po konsumojmë ne sot? Çfarë po fusim ne sot në trupin tonë? Ne nuk duhet të jemi në kuptimin e pjesës që administrojmë në mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. Nuk duhet të jemi ato njerëz apo ato strukturat të cilat duhet të mbjellin panik ose të kalojnë panik te konsumatorët. Natyrisht që tregu i lirë në Shqipëri, ashtu siç u fut nga viti 92 deri në 2025, është shoqëruar me ato problematikat e veta, herë shumë të rënda deri dhe fatale për shëndetin e konsumatorit. Por ndoshta ne duhet të themi dhe jemi të bindur sepse jemi përdit në terren, jemi tek prodhuesit, jemi tek biznesi, jemi tek fermeri, jemi tek tregu, tek konsumatori, jemi tek ato njerëz të cilët kanë marrë si mision dhe paguhen nga taksa paguesi shqiptar për të monitoruar, kontrolluar, parandaluar problemet që mund të lindin nga pasiguria ushqimore. Dhe duhet të themi sepse jemi në një situatë deri diku të sigurt, sepse nga 3 vitet e fundit kjo fal edhe trupave të inspektimit, institucioneve të cilat kanë bashkënduar punën e tyre, duke ditë ato pikat e dobta dhe problematikën dhe është ndërhyrë si thosh për të parandaluar këto fenomene, por gjithsesi në fjalë pasiguria gjithmonë te konsumatori tek tregu është. Ne duhet të themi thjesht vetëm këto 2 javët e fundit një panik i madh i futjes mishit të pulës, pra në një farë mënyrë është përhapur një panik, edhe jo nuk kuptim se nuk është kot, duhet të themi, por duhet të themi atë sepse një pjesë e këtij produkti që është futur për 26.4 tonësh në Shqipëri me datën 11/4 ka qarkulluar, është tregtuar, është shitur një pjesë e tij dhe një pjesë e konsiderueshme momentin që doli me analiza pozitiv e prekur me salmonellë në shkallës 3, pra e rëndë prekshmëria. Atëherë u ndërhyi, u alarmua situata, u krijua një situatë alerti tek gjithë strukturat dhe institucionet që kanë për detyrë mbikëqyrjen e tregut, kontrollin, mbrojtjen e konsumatorit dhe monitorimin. Po bëhet një auditim i përgjithshëm në rreth 2800 pika në të cilët pretendohet që është përdar ky produkt. Pra është një produkt i cili ka qenë në 2 forma, produkti i ambalazhuar dhe produkti në fjalë që ka qenë me arka në gjendje që ne quajmë produkt që shitet në gjendje të hapur me kilogram. Natyrisht një nga këto lotat, 4 lotat e 27 tonë, është vetëm ajo është e prekur me salmonellë shkallës lartë. Ajo është loti numër 401, që ta mbajnë me konsumatorët në etiketë 401. Data shkatensës është 13/12/2025.
Pra nëse konsumatorët do konstatojnë një produkt të tillë menjëherë, duhet ta kthejnë dhe duhet ta alarmojnë ose duhet të njoftojnë strukturat përkatëse duke filluar vendi ku ato e blejnë dhe strukturën më të afërt të shëndetit publik në përgjithësi konsumatorit apo të autoritetit kombëtar të ushqimit, në mënyrën fjalë që ky produkt fjalë mos jetë përhapës dhe mos jetë kontaminues. Është, po. Sepse është një produkt që krijon rrezikshmëri, realisht fjalë është një nga në kuptimin e saj po e quajmë tash smundje që hyn grupin e zoonozave, që përhapet shumë shpejt, ka një formë përhapje të çuditshme, nëpërmjet prekjes, nëpërmjet larjes, nëpërmjet transportit, në palluguritë e pasaj pjesën e gatimit e pjesën tjetër, në fjalë, jo thjesht në fjalë nga produkti tek dora e njeriu, por nga njeriu tek njeriu, nga kafsha nga njeriu tek kafsha, nga kafsha tek njeriu, etj. Është një zgjidhje i tërë i cili e bën shumë të rrezikshme për konsumin e këtij produkti. Por dua të thënë se produkti edhe ne pretendojmë që ose në kuptimin e saj jemi të bindur se deri diku përderisa nuk kemi raste, ne kemi marrë me 61 qendrat e shëndetit publik në 61 bashkitë e vendit, kemi marrë kontaktet menjëhershme për të parë prezantimet ose paraqitjet e pacientëve në spital dhe fatmirësisht na rezulton se nuk kemi raste të rënda të tilla në fjalë që janë prekur pacientë. Uroj me shpirt të jetë kështu, por por gjithmonë është një evident dhe një rrezik. Një rrezik evident në çdo kohë. Pra thirrja për konsumatorët, për tregtarët, për strukturën shtetërore është sa më shpejt e pjesë që ka ngelur të eliminohet, të merret, konfiskohet, shkojë atje ku për të dërguar, pra të konfiskohet groposet dhe konsumatorëve që nëse shohin lotin 401 etiketë me datën 13/12/2025, mos e blejnë, ta kthejnë mbrapa dhe ta denoncojnë. Është shumë e rëndësishme denoncimi sepse se jemi pak keq me minutazhin, duhet të shkojmë në reklama, por ky rast që u bë publik dhe është absolutisht i rëndë, është vetëm maja e icebergut, sepse ne çdo ditë çfarë nuk konsumojmë. Këtë menjëherë do të diskutojmë vetëm pas bllokut publicitar. 10:22 është ora eksakte në këtë moment, jeni duke dëgjuar live from Tirana dhe për ju që sapo keni ndezur radio, ndodhemi në studio me zotin Hasan Stafa, drejtori i Qendrës së Ankesave për mbrojtjen e konsumatorit shqiptar, dhe ishim duke folur pak për këtë rastin, skandalin e futjes së mishit në Shqipëri me salmonel. Por ato që e njohim pak si rast, çfarë ndodh trupit ton në momentin që ne fusim një produkt me salmonel? Ju thatë që është shumë e rrezikshme, por konkretisht çfarë ndodh trupit ton? Po në momentet e para sapo ta konsumosh, pak në mas ndoshta 6-7 minuta, 10 minuta fillojnë shqetësimet e para, fillojnë ato shqetësimet gastrointestinale, fillon provokimi të vjellave, fillon një dhimbje e rëndë e barkut. Më vonë fillojnë të vjella më të shpeshta, më të mëdha, fillon diarea në shumë raste me gjak, pra një diare që është shumë e rëndë. Po momenti është sepse sapo të konsumatorët qytetar duhet dinë momentin e parë që kanë këto shenja, menjëherë duhet paraqiten në shtëpimin mjekësor, tek urgjenca mjekësore, jo tek mjeku i ilaçes, në kuptimin e saj, se sa më shpejt kapet është më mirë. Kjo është shqetësimet dhe problemet zgjasin nga 2 deri në 7 ditë. Shumë raste të rralla ka fatalitete dhe kjo uroj që mos ketë fare. Uroj që ato që çfarë do thonë fatalitete natyrisht në raste të vdekjeve, por natyrisht ka pas jo tani për shembull këto vite, por ka pas në vitin 94, më kujtohet në Kuçov, ka pas raste që kanë vdekur një herë, ka humbur jetën për salmonela e gradës së rëndë dhe ka raste në fjalë që kanë vdekur, ashtu sikur se ka raste fatale në Gjermani, në Austri, në Itali, që në një nga liderët e vendeve të Bashkimit Evropian në Francë, pra rast pas rasti, sepse filetet e pulës, mishi pulës të ardhur nga Brazili, përbën një përqindje të lartë të importave të vendit të Bashkimit Evropian. Pra është një produkt i cili është i listuar në 27 produkte që ka Brazili, pak në që fut në Bashkimin Evropian, është një i certifikuar për të futur për konsum. Pra këto janë raste të veçanta, janë raste të rralla, prandaj thashë nuk duhet të kryejmë panik. Janë raste të cilat kanë ndodhur tek shtetet tjera përpara, janë kapur në momentin e parë nga laboratorët e autokontrollit që bota perëndimore dhe vendet e zhvilluara kanë shumë më të avancuara, por ka raste të cilat kanë kaluar edhe në konsum publik, edhe këto shtetet e fuqishme, natyrisht që është ndërhyrë menjëherë, ndërgjegjësimi i konsumatorit është shumë më i lartë,
kthimi i produktit dhe raportimet janë të një shkallë superiore, pra një konsumator europian, supozojmë të Luksemburgut apo dhe të Kroacisë, Slovenisë, që janë vende të BE-s, vende të vogla apo vende të zhvilluara dhe të ndërgjegjësuara, menjëherë kuptojnë kuptimin dhe shqetësimin që vjen nga një produkt, ashtu sikur se pastaj duhet meqense jemi edhe në prag të sezonit turistik, ne duhet kuptojmë se duhet marrim masa parandaluese dhe konsumatorit të ndërgjegjësohet, tregtarët, prodhuesit të ndërgjegjësohen ashtu sikur se dhe strukturat çatore. Se pjesa më e madhe duhet të me këtij produkteve të shpendëve të mishit pulës, qofshin këto fileto apo në produkte të tjera të këtij produkti, janë produkte të cilët përpunohen në teknologjinë, në të gjithë pothuajse në gjithë subjektet të prodhimit të sallamerisë në Shqipëri, pra në produkte të mishit, të cilët kthehen në salcice, kënviçe, qofte surxhuçe etj është një rrjedhë të produktesh që në përbërjen kryesore 70% e kanë kryesisht nga mishi i gjedhit, kuptimin ose nga mishi i shpendëve, mishi i pulën rrezikshëm. Pra edhe këto subjekte prodhuese duhet të kenë shumë të kujdesshme, duhet të bëjnë ato e kanë me ligj për të duhet të kenë në laboratorin autokontrollit, pra të bëjnë një autokontroll vet, sepse të ke funit kontrolli në dogan, qoftë në port, qoftë në aeroport, qoftë apo në pikat e tjera kombinare, ajo është një fjalë një kontroll rutinë, nuk është një kontroll i përditshëm, pra do të themi që pse ose një kontroll sipërfaqësor. Po është një kontroll natyrisht sipërfaqësor, një kontroll rutinë që thjesht nga eksperjenca edhe atje ku ne mendojmë që mund të konsumojmë gjëra të shëndetshme, sepse ne shpesh na thuhet mos konsumoni gjëra të ambarazhuara, gjëra të paketuara që rrinë me muaj të tërë në supermarket, por konsumoni fruta, perime. Por kemi parë dhe skandale të tjera, siç ishte rasti i mandarinave, që dolën me një nivel shumë të lartë të përdorimit të pesticideve. Pyetja ime prej komplet amatori është: a kemi më sot ne produkte të sakta për të konsumuar, sepse dhe aty ku mendojmë që një mandarin është i sakt, ka ardhur nga pema, nga toka, ai del tmerrsisht me një nivel të lartë pesticidesh. Ju, familjarët tuaj, njerëzit që vinë aty në zyrën tuaj dhe bëjnë ankesa, çfarë i sugjeroni të konsumojnë? Pyetja ju është shumë e drejtë, është një pyetje një konsumatori inteligjent, nuk është pyetje amatore. Sepse fatkeqësisht duke pas një pasiguri në treg sot, sepse rreth 30% e tregut sot është një treg informal dhe vetëm thjesht rreth 70% është i formalizuar dhe kur është i formalizuar ka gjithë këto probleme. Kupton se po një treg informal, sa probleme të ketë, unë kam qenë para një viti e kam trajtuar këtë çështje në Top Channel, në studio, kam 2-3 raste që kam pas të shpeshta, kryesisht në kohën e sezonit turistik, për t'u thënë konsumatorëve, për t'u bërë thirrje konsumatorëve çfarë pasigurie ka tregu, ku do të orientohen dhe si duhet të zgjedhin tregun. Pra, sepse ne deri para 3 vitesh kishim një problem shumë të madh të ngarkesës së perimeve me pesticide dhe elemente të tjera, të cilët krijueshin ngarkesa të larta mbi standardet e Bashkimit Evropian, mbi standardet shqiptare, pra duke krijuar një mbi standard, një tekalim të këtyre përdorim të këtyre preparateve, do të shtosh një rrezik më tepër tek shëndeti i konsumatorëve. U ndryi shpejt në atë kohë, më kuptimin se u bën një kontroll, një monitorim i tregut, i prodhuesve, i grumbulluesve dhe i transportit në gjithë territorin e vendit. Edhe fatmirësisht, që për 3 vite këtej, fjalë kemi pak raste, pak. Kemi 2 ngarkesa të cilat janë kthyer të mandarinave, është vërtet, para rreth 3 muaj që ka kjo nga Kroacia, nga Slovenia, edhe një tentativë që ishte për të shkuar në Austri. Janë kthyer edhe pikërisht me mbi ngarkesa të spërkatjeve me këto lëndë pesticide, të cilat fjalë ishin mbi normat e lejuara dhe krijojnë problem në shëndetin e konsumatorëve. Po sigurisht fjalë duhet jemi pastaj edhe qartë që ne që jemi ekspert punojmë këtë pushë, unë jo ka ta thashë në fillim se ne nuk duhet jemi pjesë e atij kontingent për dhënë alert për të kthyer në do të më vazhdoni përgjigjen dhe këshillat për pyetjen time që unë e quaj amatore dhe ju e quajt inteligjente vetëm pas shkëputjes publicitare. Rikthehemi sërish në program 10:33 është ora eksakte në këtë moment dhe e lamt tek përgjigjja e Zotit Hasan tek ajo që unë po pyesë, pra edhe aty ku ne mendojmë që produktet janë të shëndetshme, siç ishte rasti mandarinave, dalin dhe bëhen pjesë e një skandali me nivel të lartë pesticidesh. Çfarë i sugjeron ti dëgjuesve të Top Radio sot? Çfarë të konsumojnë? Çfarë duhet të kenë parasysh
përpara se të konsumojë një produkt? Po gjithmonë konsumatori është pika fundore ose pjesë e konsumit. Sugjerimi fillon që përpara të gjesh dhe një institucionet e qeverisjes vendore, bashkitë e mëdha që quhen sot, ato kanë drejtori të posaçme, kanë drejtori të cilët kanë agronom, të fitoteknikës, të bijnë vetarave, pra kanë specialist, të cilët monitorin në territorin e tyre, të gjithë mbjelljen, rritjen, spërkatjen, plerosjen, pra janë që të gjitha, sepse problemi fillon që atje. Pastaj nga prodhimi tek fermeri, duke filluar tek pikat e grumbullimit ose grumbulluesit, qofshin këto për eksport apo për tregun vendas, aty janë probleme të cilat lindin, sepse ne zoom rastin e mandarinave. Rasti i mandarinave me vërtet që një rast alerti, një rrezik për konsumatorët, por duhet të themi se është një produkt i cili nuk konsumohet në mënyrë të drejtpërdrejtë ashtu siç merret. Nëse do merret, do lahet, pas të restet do qerohet. Ai ha pjesë e brendshme e mandarinës, e limonit, e portokallit. Pra tek agrumet, rasti konkret vjen nuk përbën në kuptim, po e them si ekspert tani, në rrezik për shëndetin e konsumatorit nëse do konsumohet mbas disa rregullave teknike që në përgjithësi kemi trashëguar. Ne e lajm, e qerojmë, lajm duart, pastaj konsumojmë. Sa problemi tek perimet dhe tek produktet e shtazore dhe në produktet e tyre, problemi më i madh është këtu, se kur thash që rreth 30% e tregut është një treg informal, është një treg duke filluar që ke komunë e Parisit që është pika më afër tu tek Alidemi sipër, apo në 16 pikat e tregtimit më të mëdha të Tiranës. Nëse do ngresh që në 4 mëngjesit do gjesh njerëz, do gjesh tash qujtur fermer, se nuk është fermer, me bidona plastik 1.5 litra, duke shi qumësht. Pa e di se ke cila lop, ke cila bakti është marrë këtë qumësh, nëse është vaksinuar dhe kur është vaksinuar, nëse trajtuar për ndonjë smundje me antibiotik, kur është trajtuar dhe prapë gjithmonë tek informaliteti, rreziku është shumë herë më i madh se sa një treg i monitorohet dhe kontrolluar dhe në kuptim në saj sistemuar me dokumentacion të plot. Sepse supozojmë rrjeti i marketeve në Shqipëri është krejt ndryshe me një treg informal, se rrjeti i marketeve mos sot nesër o përgjithësia trepalçe, njëra është prodhuesi i cili ka një laborator autokontrolli, ka një menaxher që monitoron shpërndarjen e produktit vet në gjitha njësitë që kanë territor, dhe pjesa tjetër nëse do kesh një problem, do gjesh një pasaktësi, edhe konsumatori ka ku adresohet. Pra pikën e parë të kontaktit pra e ka, por aty ku mori produktin, aty do rikthehet për të ankuar. Nëse nuk gjen zgjidhje dhe nuk merren masa, natyrisht që janë institucione shtetërore të cilët do të ndërhyjnë dhe do të penalizojnë shkaktarin. Pra diçka më fjalë që nuk është, po më thash edhe një herë, meqenëse prak sezoni turistik, ne fatmirësisht kemi krijuar një imazh shumë të mirë të turizmit në Shqipëri, por me gjithë ato problematiket e veta, pra kryesisht në fushën e gastronomisë, fusha e përgatitur ushqime, restorantet, baret, edhe këto sistemet e marketeve provizore që shkojnë, që janë 21 pikat e plazheve, kryesisht Bregdet, po pa edhe pjesa tjetër e turizmit malor dhe turizmit historik. Pra që gjitha këto nuk mund të ofrosh një produkt e gatuar sot, ti gatuaj aq sa konsumosh shif kapacitetin e aq sa konsumohet. Jo të gatuash për 100 veta kur 10 veta vinë ditët. Do ta fush frigorifer, do ta dalësh nesër ta nxjesh atje me ato mjetet e gatimit atje dhe ti ofrosh produktin si të freskët. Është një abuzim shumë i rënd, dhe aq më tepër është një dëm në shëndetin e konsumatorit. Një produkt i cili gatuhet dhe nxjerr për konsumim, të paktën brenda 18 orëve duhet konsumuar. Në rast se kundërt, nëse futet frigorifer atë më mirë hidhe nxirre, sepse nuk mund të rikonsumohet më. Dhe këtë e bëj thirrje për gjithë subjektet. Paktën në shkallë kombëtare janë rreth 1200 subjekte. Po në rast kur në shtëpi mama tona apo gratë atyre që na dëgjojnë apo kushdo qoftë bën një gatim, pjesën e ngelur e mban në frigorifer dhe e konsumon të nesërme. Apo ka ndryshim nga restorante? Nëse bëhet një gatim, ai mund të ruhet deri 4 ditë në një temperaturë 4 gradë. Pra 4 gradë aty ne quajmë ke dhoma e freskët e frigoriferit, ajo thashë një herë tjetër. Ndërsa ato që gatuan masive, gatim masiv mund të rikthehet. Ka diferencë nga restoranti, ka diferencë nga restoranti në shtëpi. Edhe në këto raste edhe ne që e konsumojmë në shtëpi, sa ajo është e përdorim që gjithë të njëjtin sistem, se nuk ka kush as kohën as mundësinë për të bërë gatim në 3 vaktet e ditës. Mund të gatuash sot në darkë, për shembull mund të gatuash edhe për ditën e nesërme. Edhe në këtë rast fjalë nuk ka probleme shëndeti, pra është e konsumueshme, është e freskët. Natyrisht humb disa vlerë ushqyese që quhet produkti denatyrohet paksa. Janë po jo rreziku për konsumatorët.
Hasan Stafa, unë të falenderoj shumë që ishe sot në studion e Live from Tirana dhe të uroj një ditë të bukur në vazhdim. Të faleminderit që ndave për gjithë dëgjuesit tanë këshillat e nevojshme. Dhe për mua kënaqësi, të falenderoj për moderimin që i bën këtij emisioni mjaft domethënës, mjaft specifik për konsumatorët, aq më tepër janë tema të cilat lidhen drejt me shëndetin e njerëzve. Sadopak ato që kanë dëgjuar, diçka kanë fiksuar, edhe besoj që kemi dhënë një kontribut edhe për shëndetin e konsumatorëve. Besoj që po.